gjallë. Është shumë problem kjo e intja e parlamentit. Të intën për shembull se ju a themi të vërtetën, sa herë fillon emisioni, 3-4 minuta para, ne përgatisim skalerën gjithë ditën, 3-4 minuta para mendojmë këtë do përshëndesim me këtë këngë. Dhe të intën është e zgjidhur. Por në fakt ka parlament. Shiko, meritojnë dhe të gjithë ata që janë tifozat Real Madrid. Edhe ajo, shqyqyr që... O, Nardo! Përshëndesim la. Arruam, përshëndesim Nardin. Ka një jetë që pas kameras që po lëviz atje në fakt. Jo, me atë kamera lutem se meriton. Ja me këtë kamera që po mban tani. Është një jetën një tifoz i zjarrt i Real Madridit dhe nuk prononcohet shumë me mendje se ne do ta haronim ta përshëndesim sot, po ja ku e përshëndesim dhe të gjithë ata. Kështu kujtohet edhe Ancelotti që s'do përshëndesim. Po, fjalë, përshëndesim dhe Ancelotti. Bravo Juves. Bravo futbolli italian, bravo. Do ketë një hapësirë që ne do flasim pak më vonë për Juven, për Champions League-ën e tjerë, por ne do flasim edhe për shumë gjëra dhe ftuarin. Absolutisht që do jeni super i ftuar, se ju e keni parë foton në Instagram dhe në Facebook që është. Po për ata që nuk e kanë parë në Instagram dhe në Med Albania në Facebook. Ftuari jon. Kledi Lupa. DJ producent me famë ndërkombëtare. Të sukseset jashtëzakonshme. Mund të themi që Kledi Lupa ka më shumë suksese se vetë Fejdi. Është më i suksesshëm se vetë Fejdi. Ka arritur të bëjë një super sukses në Greqi dhe jo vetëm dhe në vendet e tjera. Dhe përpos kësaj është një emigrant shqiptar, pra një shqiptar i cili ka ikur si gjithë ne tjerët, emigrant, jo timat, por ka arritur kaçar. Nga Lapraka është nisur dhe ka arritur kaçar të bet jashtëzakonshëm. Me sa shumë i qartë i arritjeve që mund të bëjë njeri, jo? Në rastin tënd do të thoja që përgjithsisht është ajo ideja që tenton shumë në jetë, mund të bësh gjithçka, por në rastin tënd Mateo do të thoshja që do dasësh më poshtë. Po. Mund të bësh kushdo që ti të duash. Inshallah. Kur linda më thoshte mama gjithmonë që mund të bësh president, mund të bësh kryeministër, mund të bësh avokat, mund të bësh doktor, dhe tani që u rrita dhe i shoh se si janë. Jo, dhe tani që u rrita dhe i shoh se si janë, me të vërtet mendoj se mund të jem gjithçka nga këto. Po, ke drejt. Tani të them dhe një lajm të mirë, përveç se duhet të rikujtoj që vazhdon java e inovacionit me plot aktivitete, çdo ditë ka aktivitet veçantë, përpos kësaj, Rutizmo këtë sezon veror, mund të shfrytëzojmë edhe një pjesë shumë të bukur të relievit ton, mund të shfrytëzojmë dhe ishullin e Sazanit, i cili do hapet për turistët nga një bazë militare që ka qenë në kohën e Enver Hoxhës. Tani do ketë mundësinë që gjithë turistët shkojnë është 30 minuta nga Vlora nëse shkojnë me skaf. Është e papar, mund shfrytëzohet Olla. Ora ku fendon tjera. Pse? Po 30 minuta bëjmë reminin e atë. 30 minuta shërimin. 30 minuta. Po i sekond. 30 minuta kapim barrin e atë. Olla, mund ta bësh 30 minuta, po 30 minuta do ta bësh në rrugën e vizuar. Më vjen ke gjithë skafet e qarkullimit rrugor e kështu me radhë do vjen në dispozicion. Po do kapi në një lek se është... Do nxirren nga garazhet e ndryshkura, skafet dhe njate. Spinning around, ka eliminon, kërkthemi pas pak me temën që është gjithë për sot. Me çfarë do peshkaqeri me spinaq? Kemi peshkaqer me spinaq, kemi me gjiz, kemi me fara shaqiri, me balën, me kalamar gjigant, po deshe miksim. Me fara shaqiri, me çfarë duash ti. Nuk i quajnë më fruta dëti, i quajnë perime. Perime dëti, kemi fruta. Para se të kalojmë atje, do t'i marrim pak me shkallë gjërat. Jo, t'i marrim. Sepse nëse ne nuk kemi Vodafonin me rrjetin e vet 3G që do bëhet 4G, ne nuk mund të futemi në rrjete sociale. Edhe në Kunqa rrjete sociale, do futemi në rrjetet Med Albania që kaluan pak më poshtë, ju shikoni. Po ku? Më eksaktësisht për emisionin ton, po në Facebook pra, ne kemi Fani Topic që e ndjekim tani. Ja e shikojmë, kemi bërë dhe një pyetje, që do thonë ju pse po flisim ne peshkaqeni jo po peshka mëca. Pyetja për sot është si do reagoni nëse do shikoni një peshkaqen në ujërat shqiptare. Kohët e fundit ishe kap një peshkaqen Durrës, jo kapet një në Vlorë. Në Vlorë nuk ka byth peshkaqeni 3, po. Ska lënë emigrant pa kapur. Për shembull, si do reagohet ti duke u fut aty në breg dytë? E kalon atë fazën e ujtit ftohtë. Po, del peshkaqeni. Sa kalon, duke bon notit, kalon peshkaqeni këtu. Po. Si do reagoje ti? Prej Gjilani. Prej Gjakove. Është peshkaqen djeks. Frena goshti duke bërë notit. Peshkaqeni nga Gjakova është peshkaqene. Peshkaqene. Lene këto. Okej. Si do reagonit, na shkruani në Facebook, ne do t'i lexojmë pak më vonë. Do të gjejmë një këngë, do të vim prapë. Imagjinoj të dalin ka vaj peshkaqeni. Ec mrapsh, peshkaqeni ecën tjetër.
janë rezultatet të cilët tregojnë më së miri se si shkon me Ministrinë e të Ardhmes, që quhet Ministria e Arsimit, se përsa i përket arsimit, ajo merret me edukimin e brezave të rinj dhe përsa i përket arsimit fillor, pra nga mosha 6 ose 7 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare, në një listë me 73 vende e bërë pra nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, ne jemi në vendin e 63 të rrugëzimit. Sipas kësaj organizate thuhet që në varësi të nivelit të arsimit pra në këtë moshë, nga mosha 6 deri në moshën 15 vjeçare, varet edhe ekonomia e vendit pas disa viteve, normale, që nuk është në mënyrë direkte, po është në mënyrë indirekte. Dhe si rezultat, unë mendoj se nuk është se jemi dhe aq mirë. Flasim konkretisht... Unë mendon ti? Ka 73 jemi të 63 të mendon se si jemi mirë. Jo, gabim e ke. Si jemi mirë, ta them dhe pse. Sepse këdo që pyet këtu, paktën një brez më të madh, thot ka lezet, thot se ne jemi akoma me sistemin rus, thot, shkollë e fortë. Ne bëjmë gjithë lëndët, bëjmë 6 miliard lëndë, edhe si ka mundësi që jemi në vendin e 63? Si ka mundësi që dalim më të hajrit ne kur jemi në vendin e 63? Goxha pyet e ke ngrit, nuk është se s'ke faj. Se kuptoj domethënë, ne bëjmë... Po pra, edhe sistemi italian, fakt i cili supozohet se është nga shkollat më të mira, ka humbur pikë, sepse qëllimi i shkollimit nuk është të bëj teori jashtëzakonshme, qëllimi është që të themi edukoj qytetarë shumë të mirë dhe profesionistë shumë të mirë. Dhe prakticiteti i shkollës është shumë i rëndësishëm. Faktën, unë kam bërë një shkollë me sistem amerikan dhe shumë njerëzve u duket sikur shumë e thjeshtë, por në fakt atje nota kaluese është 7, nuk është 5-1. Dhe e dyta, të gjitha rastet që ne studiojmë janë raste studimore të cilat kanë ndodhur, pra. Po. Flasin nga praktika e jetës, nga realitet jetës. Përpos kësaj është thënë dhe është parashikuar që nëse ne do të kishim një arsim më të mirë, duke marrë informacionin bashkë, prodhimi jonë, prodhimtaria jonë. 926% më shumë për 5-6 vitet e ardhshme. Jashtëzakonshme. Ndërkohë, në krye të këtij klasifikimi janë vende si Hong Kong, Korea e Jugut, Japonia, Singapori dhe në fund të kësaj liste sigurisht do të radhiteshin Omani dhe Ghana. Dakord, domethënë. Në këtë klasifikim pra që përfshin dhe Omani, Ghana e vende afrikane, ne jemi të 63 dhe ju vazhdoni të thoni që shkolla që keni bërë, prindër dashur, ka qenë shumë e fortë dhe bën mirë pra që shkolla vazhdon të jetë në atë sistem. Ikim gjë muzikë. Po thuaj pikë shimik që tani që çana shimik. Jo, shpresojmë të bëhet diçka. Po. Ja, kur i kthehemi këtu pra për të lexuar komentet tuaja për temën tonë në Facebook, si do reagoni nëse do kishit parë një peshkaqen në ure shqiptare, por më përpara duhet t'ju rikujtoj Vodafone.al dhe spotet vërdall për të marrë vesh gjithë ofertat dhe vendet që organizon Vodafone. Rikthehemi te komentet. Joy Giorgio thot do bëja një selfie me lejen e tij sigurisht, me lejen e peshkaqenit. Kristiana Shtembari thot do ulërisja të merrnin vesh të gjithë plazhistët. Plazhist. Do ulëri peshkaqeni. Andrea Ciara. Mos e tremen plazhist. Mos po tremen dhe peshkaqeni. Përshëndetje çuna thot përsa i përket temës nuk do bëj asgjë sepse jam një vajzë e qetë, më pëlqet të bërtas kur kam njerëz rreth i qark thot. Faleminderit për emisionin, jeni kanali televiziv më i ndjekur, faleminderit që na e bëni ditën më të lehtë. Jeni më të mirë dhe suksese, gjithashtu të urojmë suksese, të falenderojmë. Goca Madrilene thot do bërtisja më të madhe nga peshkaqeni apo nga Alvaro Morata, nuk e kuptoj. Anisa Xheka thot do i thoja hajde peshkaqeni notoj bashk. Respekt e kaq kisha. Edhe unë kaq kisha Brendo Domi thot do bëja një selfie. Një selfie ka dashtot. Granda Buçka thot do i fusja një nga ato ulërimat e mia karakteristike dhe një dalme si rufe nga deti. Tash i peshkaqeni. Ulërima karakteristike për gjithë ne që dim Granda. Po Eduard Poleshi do i thonte jam Toma. Mos ndoshta Eduard Poleshi është Lek Toma. Ba, se mund të jetë tjetër. Nuk e di. Mario Aliga, jo, tjetë Tom Doshi. Mario Aligo thot do t'i thosha po çdo në Shqipëri më çun gjithë kënej dun me ik, sa më parë ti vje këtu. Po kur vjen peshkaqeni? Ku ka gjak? Ka gjak këtu këne? Aty ku nuk ka shpresë. Aty ku s'ka shpresë. Andi Zota thot kapeni çuna ta shesim. Angela Zëqen thot do bërtisja do qeshja një kohë si është Kolopuçi ote thot do ikja me të pesti nga uji, po aq shpesa që nuk do gjeja nga zhbregu ose do i thoya peshkaqeni më çoj çik deri te shezlloni taksirat. Jana thot do e bëja detin autostradë, thot Gjeni Kumargjiu thot do dilja fishek nga deti. Rexho Shavedi thot si do reagoja, do pyesja se çe mirë të solli këtej, sepse ne po ikim të gjithë me mesazhe politike. Mirjana Pashka thot unë s'di not, kështu që jam rregull. Normale. Ashtu ë? Se s'del peshkaqeni.
të shezlongi. Jona Jaci Gjaka thot do i thoja kam ardhur në paqe më lart të bërtas. Desi Bano thot do bërtis hajde njerëz se uji është i mrekullueshëm. Joel Zan thot do i bija peshkaqenit. Kristina Liga thot do notoja më kurr thell. Pasi kisha hongër peshkaqenit do fuste më kurr. Emilian Emilio thot pip thot që ka një peshkaqen në ujë, hajt ta kapim ta ham, thot se ka përdorur një fjalë. Si nuk mund ta lexojmë dot. Davis Kura thot do e pyesë se si quaj gruaja ti asnjëherë nuk e ka marrë vesh thot. Ardenis Gjoka thot do e ftoja për një kafe një herë, pastaj do e thoja më ha. Etj ka shumë komente, shumica thonë do bëja se edhe jo, faleminderit. Realisht faleminderit. Ishit kreativ deri diku sot. Ledri Vula, e çim problem. Ju premtuam. Klejdi apo Klajdi? Klajdi. Klajdi apo Klejdi? Klejdi. Ka shumë që gatrohen me këtë ton Klajdi. Po, shumë gatrohen, po s'është një problem. Nga që ke bërë ata emrin artistik? Si e lej, po, është nga që në Amerikë e lexojnë Klejdi. Okej. Prandaj. Okej, mirë se na erdhe një herë në studio. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Faleminderit. Si po duket studio? Sa ke 26 vjet në Greqi? Po, mundohem me Shqipën mos bëjmë ndonjë gabim, po do më kuptojnë edhe. Jo, shumë mirë, po ta mendosh që ka 26 vjet në Greqi me të vërtet shumë mirë. Me prindit mundohem të flas që mos harroj gjuhën nga vendi që kam lindur. Se miq nuk e kështu? Nuk kam shumë se këto vitet e fundit kisha në shkollë. Po nuk nga që kur rritesh atje një vend tjetër nuk flet aq shumë. Flet më shumë gjuhën që është vendi dhe ke shkolla. Normale, domethënë ti që 4 vjeç është çike vështirë të ruash gjuhën. Po duket deri tani jam munduar edhe prandaj jam gëzuar shumë se këtë vit kam ardhur më shpesh edhe në Shqipëri. Edhe mundohem të bëj praktikuar pak. Mirë. Tani ti çfarë nuk je në Greqi? Po producent, DJ, ku diun, në një gjë tjetër bën? Unë fillova në fillim si kërcimtar, bëja kërcim latin, çfarë thua? Tango, po. Edhe jepja pastaj kam udhëtuar në shumë vende me kështu show që bëni nëpër teatr. Bashkë ishte film, si punë si është në teatr që shef një film. Po, shfaqje. Bravo, shfaqje. Edhe me kërcim bashkë. Ishte muzikore, domethënë. Ajo ishte si punë musical, bravo. Ajo ishte hera parë që unë futa në një vend që njerëzit më shifnin dhe drita më binte. Isha 15 vjeç. Po shiko, ta nisim pak më herët, pak që nga fillimi, që nga Zanafilla, që ku ke lindur. Unë linda këtu në Shqipëri. Po? Në Tiranë. Në Tiranë, në afër ke Spitali Ushtarak. Ishte shtëpia e gjyshëve mamit. Brenda për shembull. Brenda, po. Mas kur bërëm 3 vjeç e gjys, ikëm me vllajin në Greqi. Shumë njerëz ikën atëherë, më duket, edhe që atëherë nuk kisha shumë lidhje, se gjithë njerëzit që kishim këtu erën ato në Greqi, që ikën në Itali, në Amerikë, u shpërndam, domethënë. Për një jetë më të mirë, ha? Po, e vërtet. Po, ecëm, studiova atje, marrova shkollën atje greke. Si ke qenë me nota i vogël apo? Kam qenë çu nxënës i mirë, po kam qenë shumë nxënës i mirë me mësimet që më pëlqenin shumë. Okej. Po çfarë mësime të pëlqenin? Fizkulturë. Jo. Piktura. Të gatuash këto. Triskeftika. Kisha, jo, mësimet që pëlqenin shumë kishin të bënë me kompjutra, me gjëra kështu me elektronike. Edhe prandaj aty erdhi një program muzik duke kërkuar që bën muzikë me kompjuter. Tani është shumë e njohur se të gjithë bëjnë ashtu, po atëherë ishte gjë e parë. Edhe aty ishte ajo, si ta them, nisja e asaj pune që bën muzikë. Pastaj zgjodhe studiosh për inxhinieri audio. Po, bëra ca këngë, i pëlqen shumë shokëve të mi, pastaj thash kjo gjë më pëlqen, vajta para se të shkoja në universitet, thash dua të bëj edhe këtë. Domethënë me muzikë, futa, mbarova një college që është apostafat për atë gjë. Dola shumë mirë aty, më bënë në ca punë, punova në shumë lloj gjërash me muzikë dhe... Ke punuar si DJ kështu në për klabe? Po, më pëlqente, se më pëlqente muzika. Në fillim isha si DJ. Pastaj bëja këngë, filloja të këndoja se bëja top lines për këngëtarët që do vinin të këndonin. Edhe më pyesnin kush këndon, thoja unë se bëja demo.
erdhi një kohë që bëra hiti pari madh ishte Last Summer, Niko, nuk e dija Niko Gana. Ajo ishte i kënga që kisha bërë unë dhe refren këndoja unë. Këtu në Shqipëri se bërë hiti madh pas njësë se dinë që... Po, e vërtet. Po, edhe se s'doja të dilja dhe unë. Pse ke qenë mbyllur? Pëlqente shumë, jo, diku futon atë shkollën me muzikë që jem mrapa, ke këto konsol mix. Pëlqen ajo. Nuk nga që kisha 3 vite kisha kërcyer para njerëzve nëpër televizora, nëpër gjëra kështu. Më iku ajo e televizorit, që si të shohësh veten në televizor e thua sa jam unë, që shkon në shkollë pak kështu si mendje madhe dhe jam different. Çka ajo fama, çka ajo. E kalova që në moshën 15 vjeç me 18 vjeç. Aty kisha bërë ca protagonistik rol në televizor dhe isha bërë pak i famshëm ke shkolla. Më njihnin që ai është që ka bërë atë. Qenë shumë trendi në shkollë? Po. Qenë kështu modeli që e pëlqenin të gjithë gocat? Po, kam kaluar prandaj më iku ajo që hecën e din që të shohin dhe nuk thënë kokë. Po mi, më thuaj një të vërtet, po shqiptarët, kishin ndonjë çik xhelozi me ty? Jo, aty kishin krenar. Kishin krenar, ë? Po, se ishin në një vend tjetër. E dinin që ishe shqiptar? Po, se e kisha thënë. E kisha thënë, po asnjëherë se kam mohuar. Se kam mohuar? Jo, edhe biles që kur dola pastaj para dhe mësuan se njerëzit në Greqi më mësuan si këngëtar, se kujtuan se isha i huaj. Po pras. Asnjëherë s'ka bërë këngë greke me fjalë greke. Je pagzuar andaj? Po, që të vogël më kishin. Po. Si e ke emrin e pagzimit? Nikos. Nikos. Do të thënë ty të thrisni Niko apo Klejdi? Shumë shpejt nga që Klejdi Lupa, më thrisni me emrin Lupa një. Lupa. Është një emër i shqiptar, i babit. Po. Në shkollë, nga që kisha atë, ju bënte ajo, ishe më kollaj për ato, se kishe shumë njerëz me emrin Niko. Më thrisni Lupa. Pastaj kur u bëra i njohur që vura emrin Kalitek artistic name, Klejdi pëlqeu më shumë. Atë emër që pagzova nuk e përdora shumë. Okej, mirë ja bëre. Jo, zakonisht letra, po asnjëri nuk më thriste me atë emër. Zakonisht kur fillojnë për shembull shumë DJ të famshëm kanë pas një emër artistik tjetër në fillim. Pastaj e ndruan. Ti që në fillim Klejdi, që më kishte vënë mami kur linda këtu. Po mirë, shko, më thuaj pak këtë kontaktin 15 deri në 18 i kërceve. Ishe në Latin e kështu në shfaqje. Pastaj the që shkova në shkollë për inxhinieri, bëra një kolegj audio pra për të specifikuar apo për të mësuar akoma më tepër. Atë bumin fort artistik që të lindi dëshira pra për ta bërë muzikën, nga u frymëzove, si lindi, ke ndonjëri në fisa, diçka? Do të them, mami më ka qenë kërcimtare, prandaj edhe unë kisha dëgjuar shumë muzikë, po ajo që kërkoja atë programin që të bëja muzikë, filloi kur bëja edit në për këngët që kërcenin, nga që s'dinte njëri tjetër t'i bënte. Unë gjeta një program edhe filloja të prisja këngët edhe të fusja refrenin në vend tjetër, se do bënim show të kërcenin. Aty avash fut një sound, fut tjetrin, u bënte një gjë tjetër si punë remix. Nga remixi gjeta ca melodi, mora një piano të vogël, pa muzikë, pa gjë, se los muzikë edhe piano me vesh. Që 15 vjeç këto, ha? 19. 19 vjeç fillova vonë, se nuk e dija që jam marrë me sport, jam marrë me notë. Ashtu? 19 vjeç u futa ke muzikë. Po me tastierën autodidakt, po themi? Po. Jashtëzakonshëm. Edhe avash, të bëra këngën e parë, këngën e dytë ishte Last Summer. Kënga e dytë ishte Last Summer, moshën 19 vjeçar, 20 vjeçar? 20 vjeç duhet isha aty. Sa kisha marrë shkollën domethënë, fillova punë, edhe ajo ishte që gjithë kërkonin kush është Klejdi Lupa, se atë artiste e njohnin, s'kishte bërë gjë, ishte një artist i ri kështu. Po ai vurëm emër tjetër neve, nga që ishte anglisht, edhe gjithë e lozën këngën edhe nuk e dini që ishte prodhuar në Greqi nga një shqiptar. Ajo në fakt ka përshtypjen që ka bërë dhe më interesant. Ajo e bëri atë këngën pa bllokime. E lozën të gjithë nga që ishte një këngë e bukur. Shumë interesant. Po kjo pjesa që ti i ke zgjedhur ti bësh jo në gjuhën greke, po në anglisht, është synimi për të kapur një treg më të madh, është synimi që të luhet. Muzikat që ndëgjoja më shumë ishte muzikë nga jashtë, nga Amerika, në Timbaland, Dr. Dre. Fillova me hip-hop në fillim, pastaj u ktheva në dance, kështu David Guetta, gjithë muzikët që lozë dhe gjithë njerëzit moshën tonë pëlqejnë, domethënë. Nuk ishte një gjë që më mbante, se unë shkruajta shumë këngë që bën hite për grek. Muzikë, për Sakis Ruvas, Elena apo para. Po ke bërë për Sakin? Janë ke albumi fundit që u bë 2 herë platinum, është një këngë që thuhet To Allo Sumiso. Gjysma jote tjetër. Gjysma ime.
To alo mu misoj, to alo su misoj? Gjysma e to alo su misoj, nuk e di si ta përkthej tani në shqip. Pra jam gjysma tjetër e jot, ja paka shumë. Ishte një këngë, edhe bajti shumë mirë, shkruajta për shumë këngëtarë të tjerë. Edhe po këngët që bëja në gjuhën anglisht, u bën shumë të famshme, ha? Të famshme, mirë, je fiks fare. Edhe Mamacita ishte një këngë pastaj që dola, e këndova vetë, edhe bo shumë hit i madhe dhe aty më njohën të gjithë. Po sikur ta ndiqnim pak ne Mamacita Buena dhe të rikthehemi me pjesën tjetër e intervistës. Kjo shumë ide e mirë që të shoh në një fjalë tjetër të mësoj shqip. Okej. Djegi Mamacita Buena. Kledi. Fejdi Kledi. Bravo. E kemi pas edhe Fejdin edhe fiks mua aty ka qenë ullur. Po si kështu që të ndroj po kështu. A shumë duket. Të dy simpatik, të dy talentuar, të dy në një pozicion vetëm që ai kishte kafe turke. Po pra. Se donim t'i tregonim kështu mikpritjen shqiptare, raki kafe turke. Ishte i paparë dhe... Ishte një collaboration, si quhet shqip. Bashkëpunim shumë i mirë se është shumë i talentuar dhe kënga që ka bërë tani me Shagin edhe me Hombin jashtë, është ngritur shumë në... Po si e njofte Fejdin? Shagi, okej. Si e njofte Fejdin, se Fejdi është nga Australia. Kënduam bashkë në një event të madh në Greqi, në një klub shumë të madh. Edhe aty, duke folur, ditën tjetër erdhi ke studio ime, bërëm ca ide kështu, një ide që kisha shkruar unë Hu, ajo që po ndiqem tani, pëlqeu shumë dhe thash ta bëjmë bashkë. Ishte një këngë që kisha një vit kështu, se unë shkruaj këngë ditë për ditë, po i lej. Tani ne dim që do marrësh pjesë në Med Awards me Fejdin. Po, tani do... Ti ke marrë pjesë dhe më përpara dhe ke fituar. Po, kam fituar shumë shkume. Kam fituar me Last Summer këngën në vitit, Call Me, edhe ajo videoklip më i bukur, Do It, videoklipi Dance më i bukur. 3-4 është një tjetër që bashkëpunim. Kuptojmë, po këtë vit, çfarë do performosh me Fejdin? Do bëjmë një si punë remixi Hu me I Need Your Love me këngën. Në çfarë kategorie mendon se mund marrë çmim? Nuk e di se në fillim kur e merr çmim për të parë gëzohej shumë, po pastaj ka më rëndësi ajo që jeton aty brenda se sa çmimi. Tani nuk vej më re ato si ta them, ke çmimet. Kupton. Ajo më hiku kur fitova çmimin e parë, se ndjen atë komplet. Është tamam si të marrësh Champions League një herë, nga që po folim futboll. Po, e merr një herë, e shef ato emocionet që janë ato njëjtat. Tani, jo se s'don ta bësh më, po don të lozësh sa më mirë, të bësh gola më të bukura. Domethënë, kupton se të marrësh vetëm. Shko, meqense ne jemi dhe pjesë, domethënë jemi met për vete. Dhe do donim të dinim cila është e veçanta e Med Awards në Greqi, se ka vite që ndodh, domethënë. Si është për një artist ta marrë diçka të tillë? Në Greqi është eventi më i madh për muzikën që bëhet këtu është shumë vite. Akoma është edhe do jetë për shumë kohë besoj. Se gjithë njerëzit, gjithë artistat në çdo lloj kompanie të jenë, bashkohen atë natë aty, bashkëpunime, dëgjon këngë të reja, vinë artista nga jashtëtit. Edhe është një gjë që është shumë e madhe. Do të na pëlqente ta jepni një Med Award këtu në Shqipëri edhe ty në të ardhmen. Do ishte një gjë shumë e bukur. Pse jo? Është interesante ta marrësh në vendin tënd. Sigurisht po, a flasim edhe çik për atë pjesën personale, qoftë profesionale, qoftë edhe jetësore. Mua më intereson shumë pjesë të cilat shumica nuk i dinë. Les do na thuash edhe pjesë të arritjeve që janë të jashtëzakonshme, ti po na thoje që parë që ka arritur 150 milion views, shikime në kanalin me gjithë kompanitë Universal, Sony Music, si producent, songwriter. Avash nga që bëja këngët edhe kompanitë e mëdha kanë shumë këngëtar, kanë shumë artista, janë fakt ngafër. Jo se është keq ajo, po është kur ke shumë gjëra të bësh, duhet preses në linjë. Bravo. Nga që kisha marrë eksperiencë nga gjithë këto gjëra, thash do bëj kompaninë time me një ortak, ortak si e flas si e. Dhe pastaj bëra atë kompani që të nxirra sa këngë doja unë, pa pyet asnjë enar, asnjëri, domethënë jo refreni nuk bën mirë, se gjithmonë kisha pastaj këto probleme. E bëra këtë dhe fillova me këngët e mia në fillim. Pastaj me artistat të tjerë, kemi bërë një 40 këngë, 35 ma 40 këngë, s'kemi nxjerr shumë, se jemi pak veta, po kemi arritur shumë klikime. Çdo këngë që bëmë është hit numër 1 në Greqi, në Serbi, tani në Ispani, në Rosi.
Sa veta staf jeni? Shumë gjemi. Jemi 6 veta. 6 veta? 6 veta dhe kemi 10 songwriters. Keni 10 tekst shkrues, okej. Ke ndonjë lidhje me FIFA-n ose Fast and Furious? Po, kemi se një band sa bukur që jetë. Jo, s'është asnjë ide. Është një artist name, domethënë jemi 2 veta, 2 producentë që bëjmë këngë për të gjithë. Kishim një ide të bukur, bërëm një nga që unë më njeftin shumë njerëz si Klejdi në Greqi, edhe nga që më pëlqen muzika, s'dua të vej ato emrat, jo kjo është house, kjo është hip hop. Po njerëzit që dëgjojnë muzikë nga ty ose që bëhesh pop idol për ato, nuk i pëlqen shumë ndryshimet. Domethënë kur të njohë që këndon këngë të reja, kështu të funny, domethënë më up tempo, e që shkruaj shumë këngë do të bëj edhe gjëra të tjera. Edhe fillova të veja emrat të tjerë. Domethënë, isha unë që shkruaja muzikën, po me një emër tjetër. Kupton? Ghostwriting quhet ajo. Që më thënë, shkruan ti një këngë, e jep ke një tjetër, del ai bëhet i famshëm, ti ke bërë këngën. Kjo ndodhet shumë në jashtëtit. Ti e mbretresha anglisë. Nuk e di. Ti je Spider-Man-i. Po, apo Superman. Në muzikë EDM, ti them një gjë domethënë se e kam parë tani që isha edhe në një kështu si quhet ekthesi, që bën që lidh një ekspozit. Po, me shumë janë bërë shumë songwriters edhe producentë mblidhen, bëjnë një kompani edhe i shesin këngët ke artista që janë DJ, po janë shumë DJ të mirë në klub, po s'kan këngë. Okej. Kupton? Pra shesin produktin, po. Po, ke ato dhe dalin ato dhe thonë David Guetta këngare. Edhe ai e merr diku tjetër pra. Po. Ja bën dikush tjetër, që nuk i del emri. Është një gjë që nuk është MCF. Unë paktën tani e mësova që funksionon dhe kjo. Ghostwriting quhet. Edhe diku e kupton ato ku futesh në Wikipedia, edhe shef është David Guetta me 5 tjerë brenda. Okej. Kupton? Në fakt është si rasti i Sias apo jo? Sia njëra i bën shumë muzikë për tjerë, tani ka filluar bën për vete. Do na thuash në një gjë interesante që ka ndodhur në Tike, po e quajmë 14 vjet karrierë, që nga kërcimet latine, deri pastaj në moshën 19 vjeçare që e filluar ke bërë muzikë vetë, na thuaj ndonjë gjë të çuditshme që atë kanë ndodhur. Çuditshme fani që të kanë ndodhur në skenë. Po, më ka ndodhur një Herkuloze në një klub shumë të madh muzikë, ishte ora 3. U fut intro me asansër si quhet që të çohesh lart, stage. Po, stage po. Kështu peak time, domethënë, fillon muzika, futet intro. Dhe aty që futet refreni, pa, mbyllen gjitha. Edhe ka ngelur hapur vetëm drita që më tregon mua. Mendoj një njeri tani të jesh larg, shohin një 3000 veta që ishin atje, ty flas në mikrofonin e tij. S'e dëgjon asnjëri. Aty është një moment që nuk mund të bësh shumë gjëra. Unë kisha duar të lartë, edhe fillova të bëj ato që bëjnë në përfusha futbollit që e kuptojnë të gjithë shumë shpejt. Edhe të gjithë klubi filloi të përplaste duart me ritmin tim. Boja ajo nga një 50 sekonda, pastaj ndaluan ato ngela akoma. Pastaj të kishte një 50 sekonda dhe të bëje pompa për shkak. Nuk e di, po herën tjetër do ta provoj. Një program stërvitje. Erdhi mas 1 minutë e ca, erdhi muzika, po ishte një moment. Kishte dalë piti cigare muzika. Qesnin të gjithë, po jo, ishte një moment i bukur. Ti mund ta kapje si polifoni jugu, e ke përsi si shkëndoj le lapçe. Ishte një moment, më thënë që isha pak kështu i emocionuar. Po, tash s'kishe faj, se do më thënë atje... Në kishte faj im, po në këto momente ndodhin nga artistë të vej, jo shumë të famshëm, deri të famshëm. Po, sigurisht. Madonna ra... Për sa kohë është live... Bëri rofeshata, jo. Nuk e di, po ndodhin puna si e kap ti pastaj edhe... Po, një tjetër pjesë që është shumë e rëndësishme. E para çfarë statusi ke? Je i martuar, i fejuar, i rregulluar, i bashkëjetuar? Jam bashkëjetoj. Bashkëjeton. Bravo. Është e vështirë? Është e vështirë për një njeri i cili është që merret me këtë punë? Po pra. Është e vështirë, po nëse din të shprehesh shumë mirë, edhe komunikon shumë mirë, ka gjithmonë zgjidhje, besoj. Po, zakonisht di që DJ-t pak në këtu në Shqipëri pëlqejnë për shembull të kthejnë 2-3 gota para se të luajnë, të jenë pak kështu. Jo, nga që kam pasur atë historinë me notin, me sportin. Me sportet.
Pi fare alkool? Alkool nuk më pëlqen, pi shumë ujë. Gjatë kohës që lumë pi vetëm ujë? Po jo në ndonjë gjë kështu... Në një stimulant? Jo. Në një... Jo. Pi ujë edhe, si ta them... Pesë salinika? Jo, vetëm ujë. Do me thënë, mendoj tani, kur vi ndonjëherë që të qerasin, ndonjë gotë ashtu, nga që i loz muzikën në atë moment, jam aq shumë ke muzika, që ajo është për mu, si ta them... Stimul, karikim, drog... Të gjitha. Muzika. Prandaj jam rridhe në studio 20 orë pa fletur fare dhe shkruaj muzikë. Të gjithë më pyesin si e bëj, po nuk e di. Kush është klubi më spektakolar që të ka bërë për shtypje? Nuk ishte klub, ishte stadium 45 veta. Ku? Me Arash, në Poloni. Në Poloni? Jam shumë i famshëm atje, jam numër 1-2 vitet. Çfarë thua? Poloni? Po. Poloni, kam një vit që çdo javë jam atje. Po ç'lidhje ke me Polonin? Apo ke zgjedhur vetë shkosh? Është një këngë Sexy Papi që quhet, është bërë numër 1 atje, pastaj Mamacita u bë numër 1 vjet. U bën muzikë anglisht, nuk dim kur nga ç'vend vjen telefoni. Është internacionale, pra dhe e pëlqen shumë. Edhe është një gjë që ajo më pëlqen, edhe e shkruaj nëpër social media që music is my ticket. Okej. Ajo është e vërtet, nuk e them kështu si quote. E besoj që muzika për mua është bileta që të shoh në botë. Por normalisht duhet ta bësh shumë mirë muzikën që të kesh pasaport, po themi që të kalosh kudo. Kesh pasaport diplomatik. Duhet ta dua shumë, se ndonjëherë ke probleme kështu me këto kompani të gjëra ashtu, po kur e do një gjë shumë, bën gjithmonë zgjidhjet më të mira. Okej, për ata 2-3 njerëz, gjyshja ime mbase dhe gjyshin që nuk kanë shijuar si vjet Lady dhe Fady Who. A ndjekim? Ndjekim dhe rikthehemi prapë. Durash vëmë me një klip që unë qesh shumë kërë e shoh, edhe besoj ishte një gjithë që ta bëja shumë. Okej, jemi në transmetim. Për klipin e ri që Klejdi po bën Mermal Mamaqen Senjorita që do publikohet pas 2-3 ditësh dhe po na tregonte pak a shumë se si ishte teksti, mesazhi që përcite kënga dhe si ishte njoja me Mermalin, erdhi në Greqi. Ishte në Greqi për një event për ca shqiptarë, se shqiptarët bëjnë në Greqi evente që bëjnë. Edhe unë kam qenë atje edhe ishte për mua një gjë shumë e bukur. Të jesh në një vend të huaj dhe të shohësh shumë shqiptarë bashkë që kalojnë mirë. Prandaj besoj që artistët bëjnë punën më të mirë në botë, se gjithmonë puna e atyre është për njerëzit që kalojnë mirë. I bën, domethënë, hikin nga ato problemet, mendimet që ja kupton. Për 1 orë, 2 orë është një gjë, besoj që është punë shumë e bukur. Edhe aty kapëm duke qeshur gallata, kisha më njofta, edhe duke folur thamë të bënim një këngë që t'jetë funny, dance, edhe t'jetë këngë për verë hit, domethënë, hit i verës. Nuk e dim si do shkoj, po bërëm një këngë që kaluam shumë mirë. Teksti thotë që më bleu, thënë çunat, domethënë është çuna goca. Edhe kërcem, kam bërë dhe një kërcim, se nga që kërcimet gjithë në videoklipet i bëj vetë si koreograf. Edhe bërëm një kërcim shumë bukur, çuna me goca, që çuna thënë më morë mendjen, më morë zemrën, më morë lekët. Goca thënë më bleu makinën, më bleu fustanin, më bleu dyqanin. Që kanë lodhë. Edhe ajo doli shumë e bukur, këndon dhe Ermali dhe unë, Senjorita quhet kënga, do dalin mas 2-3 ditë si the, shumë sakt. Jam shumë i gëzuar që se bërëm xhirime edhe në Greqi edhe në Shqipëri. Okej, shumë. Edhe kisha fotografi ku isha i vogël që më tregoi gjyshja ime që më kishte ke liçeni. Edhe në atë vend bërë edhe atë këngën. Sa atë vend, do iki këtu. Edhe i thash Ermalit, a mund të shkojmë atje, nuk e di, a lejohet, po unë dua aty. Edhe pikë. Edhe e bërëm, na dhanë dhe lejen, edhe bërëm, ka dalë shumë bukur, është një videoklip që buxheti shkoi shumë lart, po kur vin këto momente që e bën për veten tate, për familjen tate, edhe për njerëzit që s'të njohin kush je, edhe unë gëzojmë shumë që njerëzit do mësojnë tani që unë kam lindur këtu, edhe këtë e bëj që erdha në Shqipëri dhe bëj gjëra, se nuk dua të dukem pak kështu si mendje madh, më shumë eventet që kam tani janë jashtëtit, as në Greqi. Domethënë kam në Serbi, në Rosi, në Poloni, edhe shoh gjithë vendet e botës, jam shumë i gëzuar. Se si është tregu në Greqi?
Është mirë, është shumë mirë. Është mirë, po është më shumë se greku. Po, edhe kur jashtetit, edhe budget janë më të mdhaja, edhe show. Me thënë, bërëm një këndova në një vend që të thashë që parë me 25.000 veta. Është një gjë shumë madhështore, të futesh në një, të dridhen këmbët, del të këndosh edhe kur ndigjon ato se nuk ndigjon zëra, goca kështu, ndigjon. Kledi, ke 100.000 lekë poshtë? Se të ketë mirë. Sot mora në gjobë. Jo, do të them dhe për atë, se unë më qenë të flash për të gjitha. Lekët në muzikë nuk janë si të shishin. Ka rënë? Shumë. Ashtu? Po. Ka ra gjithani? Ajo që është, unë jam në shumë me fatë se nga që punoj në gjithë vëndet e botës, gjithë vëndet, në 5-6 vëndet e botës. Dhe ti e bën atë rezumen. Më jepet ajo, dinatota. Mundësia që të paguaj vetë gjithë videoklipet i bëj të gjitha vetë. Nga që kam kompanin time dhe gjithë lekët që kam gjerë nga muzika, kam bërë atë kompanin. Që deri tani, fiton lek, i jep që të prodhosh materiale. Ajo është për mua gjëja më e mirë, nuk e di për sa kohë do bëhet akoma, po nuk jam nga ato njerëz që ruaj lekët shumë. Po normalisht ajo kompania tani vlen akoma më tepër edhe do të vlen akoma më tepër. Besoj që të rri sa më shumë, po është një gjë që në Greqi me takset me këto, nuk e di si në Shqipëri do. Hajde në Shqipëri. Hajde këtu kanë. Gjeni një vend vit që gjërat ta bëjmë këtu. Realisht i për sa kohë udhëton gjithkohës, nuk besoj se do ta kesh shumë problem ta kesh qendrën në Athinë apo ta kesh qendrën në Tiranë. Po. Do të jetë e njëjta. Po desh që kam një apartament 200 metra katror. Ja, letra ti pas ke gati. Sillim noterin direkt, si në kazino, baba. Kush paguan më mirë nga këto shtetet që sapo përmendë? Franca. Franca paguan. Franca, po. Polonia? Polonia. Ato nuk janë në euro. Edhe kanë ato ekonominë. Me lekët e tyre. Me lekët e tyre, po. Po ato që shoh është që shtetet që janë në euro, psikologjia e njerëzve është pak e ulët. Okej. Nuk e di se s'merr me politikë. Po prandaj në shqiptar jemi kaq lart. Po ne që kemi lekun për shembull, se vlasim edhe fare. Edhe shoh në për klube këtë gjë që gjithë kërcejnë, gjithë kalojnë mirë, domethënë. Dhe vjen një moment që pin cigarë. Ledi me 2-3.000 euro rregulluam ne për një koncert bashkë. Çiko, domethënë se në muzikë asnjëherë s'ka menduar lekët, e di pse? Qofse mendon lekët, nuk bën opsion, nuk dhe për shembull Alex Kalesi Biloket. Nuk bën dot zgjedhje të mira. Zgjedhje të mira, bravo. Mund të na thuash eventet që i di që tani në pranver? Tani është vllai im atje që e shoh që ai ka listën, nuk merrem me atë fare. Është vllai jot menaxher. Vllai menaxher. Vllai im menaxher. Edhe ai këndon, po është edhe një njeriu që është më down to earth. Është me këmbë në tokë. Po, unë qofse më thua tani kam një ide, hikim i lem gjitha dhe shkojmë. Ashtu? Po. Prandaj lekët shkojnë e vinë. A mendon që kjo të ka bërë realisht të jesh kyçi? Nuk e di, po besoj që më ka ndihmuar të kuptoj kush jam unë. Se besoj që gjithë njerëzit që jetojmë në këtë botë që quhet Earth. Ostohosine. Qëllimi është? Qëllimi është të njohim kush jemi ne. Po mirë, ti jo të bëhemi si Okej, ti 29 vjeç. Meqense di kush jam, mund të na thuash me pak fjalë kush është Kledi? Unë jam një njeri që i linda në Shqipëri. Po. Edhe me atë që më pëlqen më shumë të bëj, po, dua të njoh gjithë botën. Do të njohësh gjithë botën. Po, bukur. Sa për Shqipë, nga 1 deri në 10, domethënë sa ka arritur? Do futem në universitet këtu në Shqip. Hajde. Kemi ca parlament që flasin më keq se ty. Me 6, po mund të bësh drejtor lehtësisht me këtë gjë që flet. Ka shqiptarë që janë rritur këtu dhe janë më keq se kaq. Më besoj. Mundohem. Kam prindër shumë të mirë dhe më kanë nga 1/10 sa ka arritur. Sa ka arritur këtë që të njohësh botën. Apo janë fillim akoma? Besoj që jam në fillim se është shumë e vështirë ti shohësh të gjitha. Po jam shumë i lutur që kam vajtur në shumë vende të botës pa paguar lek, domethënë nga që më kërkojnë për muzikë, edhe besoj që mund të arritim shumë gjëra. Normal, se kemi Fast and Furious ishte një film që e shifja që i vogël, nuk e besoja kur që një këngë që kishim shkruar nga kompania im do shkoj aty dhe të ta marrin për soundtrack. Edhe vjen një moment që shkon shef filmin, ngjon këngën, edhe gëzohesh, po se çan dhe kokën a e din ai që është me ty. Ai është momenti më i mirë e një njeriu që merret me art. Që ta marrin vesh gjithë, ti ke bërë një soundtrack për Fast and Furious 7 apo jo? Një këngë që është futur në soundtrack.
Të cila pjesë? Bangladesh është band që janë 2 DJ, që kemi në kompaninë tonë, shkrymë këngët neve. Ja u jepni atyre? Po. Bangladeshi? Po. Dhe? Po janë, nga Bangladesh janë 2 njerëz, njëri nga to jam unë edhe një tjetër është një... Po ti i bën gjitha si pronar shqiptar, o bur. Po ti i bëke si pronar shqiptar, o bur. Ajo e bën neve në... Vet pronar, vet pastruz, vet i bëj... Jo, kur bën shumë gjëra dhe të pëlqen, edhe nuk don të njohin njerëzit që jetë tim brapa aty. Po ne thashë është Spider-Man. A di si e bëre ti? E ke dëgjuar atë Barceletën Ersek? Jo. Kthehen 2 emigrant nga Greqia, pas shumë vitesh emigracion, dhe hapin një shtëpi publike. Po. Shtëpi publike është shtëpi publike për të shkuar për femra. Okej. Se tani e kuptova, thash po pa e kuptuar. Edhe shkojnë klientët dhe i thotë, ore, në një femër keni këtu ju? Jo, fillimisht do ta punojnë vetë. Po, pyetja ime është tani, ato punojnë akoma po e kanë? Kanë marrë një grua. Po, e kanë marrë për pastrim. E morën me kredi, po s'po e lajnë dot. I shijoj profesioni. Po, ja të... Kjo është kënga? Utopia, po. Kjo është? Po, ku në Shqipërinë duket ka shumë... Nga Bangladesh janë 2-3 këngë që janë hite, po nuk e dija e njohin që... Ja, për gjithë ato që po na ndjekin tani e morën vesh. Po, kam dëgjuar kjo. Kjo është një version tjetër me një këngëtare që ka kënduar me Chris Brown. Kush është? Në Amerikë, kjo kënga ka qenë 100% e jona. Që të arrisi deri aty ngelem neve me 20%, se njerëzit ndonjëherë kupton, këto nxjerrin miliona. Është shumë e vështirë në 2015 të nxjerrësh lek. Edhe në atë si ta them, në atë nivel që punojnë me këto njerëz. Buxheti ishte 1 milion euro për gjithë soundtrack. Tani po i them gjëra që ju interesojnë shumë, se edhe una doja një herë të mësoja sa janë ato lek që i shoh jashtë. Do të thënë 1 milion ishte gjithë buxheti, 10% merr producenti. Për soundtrack. Jo, 1 milion ishte për gjithë soundtrack. Ishin 10 këngë, themi 10 këngë. Ah, okay. Është 100.000 euro për një këngë. Okay. Po ajo thyet pastaj. Ndahet. Neve 2 veta me përfundon ti vetëm me 50.000 euro shkretë. 20%. 20% të 120 euro. Edhe vetëm avokati që të bën letrat të merr 7.000 euro. 13.000 euro. Edhe plus taksa 10. Po ti kishe prandaj të thash që nuk isha bë vet letrat. Nuk isha asnjëherë në mendje lekët. Se qofse ke në mendje lekët, nuk arrit dot ke ky nivel. E kuptuam. Të shkretët Jay-Z me shok fukarenjtë. Tani qofse je shumë i mirë, ata që kam kuptuar në Amerikë se ajo është ndrejimi më i madh që të bëj një hit për Amerikën. Global, po, do ta bëj, po është themakroni. Çështje kohe pra. Po. Do ta bësh një tranquila dhe ti. Tranquila, ajo ka shkuar shumë. Do ta bëjmë një këngë se ajo, po është të jesh gati, mos kur të bëj të vinë këto ofertet, mos mendosh lek. Tani ta them që tani. Edhe nëse je shumë i mirë do marrin ato me vetë. Ne do bëjmë një bashkëpunim bashkë. Ne pranojmë ftesën. Tani do na vish këtu kur ta bësh atë këngën? Po pse mos? A kur të bësh aq i famshëm në Amerikë do na vish? Është regjistruar. Po, e kemi, ë? E kemi. Se kam gjyshen dhe gjyshen, do jam një edhe kam. E kemi në ekskluzivitet, do vi këtu në 3. Kam atë, nga që jam rritur me familje shumë të lidhur. Ndonjëherë kur merresh me këtë punë që shef të fryhet mendja me këto gjëra nëpër klube, party kështu, është shumë mirë të kthesh në vend që u rrite, të kuptosh sa larg ke vajt, edhe të marrësh të kuptosh që je njeri, siç janë gjithë njerëzit e tjerë, edhe ajo që bën ti nuk është një gjë që s'mund ta bëjë një njeri. Mbyllim me këtë mesazh sepse ishte mjaft i bukur dhe domethënës. Falenderojmë që të kishim këtu, të urojmë gjithë sukseset e pranojmë normale bashkëpunimin. Faleminderit edhe ju uroj dhe juve të gjitha të mirë. Kledi Lupa, super talent, ka arritur të bëj maksimumin jo vetëm tregun grek, nga një emigrant thjesht. Shikojeni mesazhin sa i bukur, por në gjithë botën dhe ndoron të bëhet super i suksesshëm në Amerikë. Ky që mesazhi është i qartë, mund ta merrni. Mund të bëni çdo kush. Faleminderit çift. Ja kur i kthehemi përsëri pra pas ishim me Kledin, tani do Rudizmo e more vesh për atë aktivitetin që u bë Day Night. Po, është e vërtet për fëmijët të cilët me të vërtet kanë nevojë për mbështetje, për fëmijët të cilët me të vërtet kanë nevojë për vëmendje, po për mos u zgjatur ne më shumë, do ndiqnin Medreport, sa atje ku ka gjithmonë nisma të mira, sigurisht atje ku ka muzikë, sigurisht atje ku ka energji pozitive, jemi dhe ne. Është edhe NG me Medreport, e ndjekim.
Vazhdojmë me ritmet e Kledit Fakt, por gjithmonë vazhdojmë dhe me ritmet e shoqërimin e Vodafone. Vodafone.al për që doni të informoheni për super ofertat, pra ndërkohë që rrjetet sociale kaluan poshtë. Absolutisht kaluan rrjetet sociale, ju e dini tashmë në çdo rrjet social mjafton shkruani Med Albania dhe do dalim neve me plot informacione rreth botës showbizit, muzikës etj etj. Ne do ikim këtu, do rikthehemi normalisht nesër, por ju rikujtojmë Med Radio 105.7, muzikë e mirë, emisione të mira, gjithashtu dhe emisione në vazhdim pasi të ikim. Rudi Marcela është në Med Traffic. Ikim. Po, me trafik. Para se të ikim. Po. Javën e ashme, muajnë e ashëm!